Çdo kush për nesh gabon. Thot profeti alayhi salatu selam kullu bani adam khata. Çdo bir Ademit është gabimtar. Gabimtari më i mirë është ai që kërkon falje te Allahu subhanahu xhalla xhelalu. Ky është gabimtari më i mirë. I cili gabon, gabon dhe kërkon falje. S'ka as njeri që thot un jam i pagabushëm. Çdo kush është i gabushëm. Kushdo qoftë ai njeri. Kushdo qoftë ai njeri, besimtar pa besimtar, çdo kush gabon. Mirë po gabimtari më i mirë, thot profeti alayhi salatu vesselam, është ai që kërkon falje të Madhit Zot. Dhe këtu do të dinë diçka. Kur ne kërkojmë falje te Allahu Azza wa Jall për gabimet që kemi bërë, do ta kesh mendimin pozitiv që Zoti mu të më falë. Allah Azza wa Jall i falen krejt gjunahet. Allahu subhanahu xhalla xhelalu i falen krejt gjunahet. Rabbul Alamin, i Madhi Zot, kur thot në Kur'anin Kerim, ajetin kuranor, Ja ayyuhalladhina amanu la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allah Azza wa Jall thot, o ju që keni besu, i thëret besimtarve. Besimtar gabon po, o ju që keni besu. La taqnatu, mosu dëshpëroni dhe mosu demoralizoni. Prej mëshirës Allahut, se Zoti falen krejt gjunahet. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Rabbul Alamin i falen krejt gjunahet. Mjafton që ti ngresh durët dhe mjafton që ti thuash po ja Rabb un kam gabu, o Zot un kam gabu, më fal. Mëshira jote o Zot është më e madhe se gjunahet e mia. Gjunahet e mia janë shumë të vogla përballë mëshirës Allahut subhanahu xhalla xhelal. Prandaj Allah Azza wa Jall don njerëzit të cilët kërkojnë falje. Allahu subhanahu xhalla xhelalu i don njerëzit të cilët kërkojnë falje te Allah Azza wa Jall me sinqeritet. Unë do të përfundoj me një histori që na e ka tregu profeti alayhi salatu selam, me tregu atë mëshirën e të Madhit Zot me këtë dynja dhe mëshirën e të Madhit Zot në dynjan tjetër. Thuhet Allahu subhanahu xhalla xhelalu do urdhnoj, do të thonë do ketë njerëz të cilët nuk janë falë me këtë, nuk kanë kërku falje me këtë dynja për gjunahet që i kanë bërë, ose i kanë harru, ose i kanë neglizhu. Dhe Allahu subhanahu xhalla xhelalu do t'i shti në i farë kohë në xhehenem. Zoti na ruaj. Dhe thuhet, sipas një transmetimi, Allah Azza wa Jall do i nxjerrë dy persona prej xhehenemi. Do i nxjerrë dhe do i thotë, do i gjykoj prap, dhe Allah Azza wa Jall xhalla xhelalu do i thot me laqeve merrni dhe çojini prap në xhenem. Njëri shkon me vrap dhe tjetri nuk lëvizën. Njëri shkon me vrap dhe tjetri nuk lëvizën. Shkon me vrap, urdhni Zotit, shko. Tjetri nuk lëvizën. Nuk lëvizën. Dhe thot Allah Azza wa Jall, pse nuk shkon? Thot ja Rab, unë pres mëshirën tënde. O Zot, unë pres mëshirën tënde, dhe Allah Azza wa Jall urdhon të dy të hyjnë në xhennet. Rastin tjetër që e përmend profeti alayhi salatu selam kur e ka gjykuar një person. Kur e ka gjykuar, dhe ky mund të ketë simbolizon shumë njerëz. Ditën e Kiametit e gjykon dhe thot Allah Azza wa Jall thot me laqeve hudhin në xhenem, Zoti na ruaj. Dhe shikon, kur e marrin me laqet ky person shikon majtas edhe djathtas. Dhe thonë djetarët, Allah Azza wa Jall xhalla xhelalu thot pse shikon majtas edhe djathtas? Thot ja Rabbi, nuk e ka pas këtë mendim për ty. Unë kam pas mendimin e mirë që ti do më mëshirosh. Dhe Allah Azza wa Jall e shtin xhenetin e vet. Do të thonë kemi mendimin pozitiv ndaj Allahut subhanahu xhalla xhelalu në çdo moment.